Opozita nuk është të prodhu aksion brana kësaj, për ju i ka shkoni nëse e kuptova drejt Vibronin. Po të me thonë prej kësona, u mene që se herë na e nisë motjen e mënyrës të opozitbërjes me ato që ka bo vëvëja, bojnë anë i ka bitë madhë. Ajo që ka bo vëvëja është shkelje e ligjit, është dhun, është vepër penale, që ka du shtuj, qaj nuk është opozit. Edhe duka gjinë me drejtë të borë një pyetje që ka duhet me bo. Ta shu po të më përgjish, qaj nuk është opozit. Dëgjë plët njës dhe njën na kujna kohë, na thënë na tanim na kujna kohë. Qështë për na kujna kohë, me morë me armë, me zollë, me godit kuvendin e Kosovës, me morë gazun me vetja. A nuk është që kjo diçka që është dosh mi taku historisë, të keqet Kosovës dhe më këthyna këtu, edhe po përgjigjem direkt, Dibra. Na jemi këtu, na jemi opozita e vetme në Evropë, prej Romës komunizmit që i lypet i pushtetit, patërpsisht me ja vazhdu mandatin. Thojnë, vazhdojnë neve mandatin. Se me thjeshtu krejt total bolinës është, vazhdojnë neve mandatin. A unë im donë këtë Kosovën, unë edhe kolegët e mi në adhonë, hajde me votu që më rëzu Albin Kurtin, Albolen me krejt tjertë, edhe thënë, me ja vazhdu mandatin. Tash, na jemi në situatë, Dibram, kur na e kemi bloku në fillim formimin e komisionit, e kemi bloku 3 seanca, mësa ne kemi gjetë një solucion, kemi thonë dhe na vedetu proces verbal, që më na udosh në esër gjukot, e kemi citu rastin e Qazim Qeskës, që është rasti që të regon që deklarimi publik për dërheqe të konsideru dërheqe. Tash shka ndodhë? Na jemi në kushtet kur Hitleri e ka përdor, po do me bërë vësë një digresion me kaldu logikën, se mendoj që kena folë shumë gjona, se po do me përsej, po do me thonë diçka që se kemi thonë. Ka qenë një uqujt në kushtetutën e Vajmor, një ventel, kanë thonë, kur në gjendje të jashtëzakonshme, kur jemi në gjendje të jashtëzakonshme, mundet me nxjerr vendime të cilat kanë efektin e ligjit, rajo i tretë Hitleri, kur kuvendi është në gjendje të jashtëzakonshme dhe s'mund më mbledh, mundet nxjerr akte që kanë fuqinë e ligjit. Për me përdor këtë nen në mënyrë obstruktive, Hitleri ka kollë kuvendin, kjo është histori e vërtetë që më të tregu. Edhe ka përdor mbi bazën e qasaj, edhe ka nxjerr vendime që kanë pas fuqinë e ligjit për me vendosur ato që ka vendosur nazizmin. Po të më tregu që këtu bëhet fjalë, Dibran, për lexim obstruktiv të normave, që ka bëjt Hitleri dikur, po sot shoqërozohet se jemi në atë kontekst me bëhet shumë. Këtu çdo gjë po të gabim, pse? Që dje prapë ka thonë ministra e drejtësisë për 5 vjet e Kosovës, duke qenë ka thonë prapë, thotë jemi qeveri ndërheqje ose në detyrë. Fali, qeveria ndërheqje dhe ndërtyrë në dy sene ndryshme juridikisht. Ajo me në vazhdimisht që njëjtë, edhe letra që na ka ardhur në komision parlamentar thotë jemi qeveri në detyrë / dorëheqje. Edhe vazhdimisht e përdor si njëjtë. Do të thotë nëse Linieri përdor për kësi gabime elementare dhe tjetra. Këta e din, e kanë bërë ligjin vet, e kanë qenë komision të Venecias. Ligji thotë me dhon dorëheqje. Këta e din atë. Çtu nuk e din që dorëheqja në detyrë, këto që do të me lënë detyrën. Këta e din. Tash jemi në situatën ku veç shkurt e kam. Edhe dy fjalë edhe po jam interesuar me debat tash. Po pajtona me një pjesë. Na jemi në situatë ku ka agjend për lexim obstruktiv dhe për shmangje të ligjit të kushtetutës. Çdo mbledhje. Që edhe një element për ta dhënë për ka lëvjol. Avni Deari. Çdo mbledhje ndëgjon çat fjalin që thon në fillim. Çfarë absurdi? Çfarë se s'po do të them fjalë tjera, për respektu për moshën. Thot, fillojmë mbledhjen se kena quorum, kena 113 anëtar. Thotë hedh votim komisionit thotë. Atë ju ka tekaj komisioni me votim fshat. S'votojmë na thotë e mbyllim mbledhjen se s'ka quorum. Na jena 113 vjet zolla do të s'ka quorum. Po që konstatoj fillimisht që ka quorum, po ti konstaton para një minutë e konstaton që ka quorum, do të shkoni në shtëpi se s'ka quorum. Ama veç edhe ju veç po konstatoni zoti Gruta bre, ç'to është problemi? Që ju jeni mbrana institucione dhe po vini me konstatime. Un po pajtona, le të pajtohemi që as zolla, as gazi, as dhuna nuk janë mjete për me bë opozitarizëm. Ju shumë mirë po thoni, na e kemi qitë një lloj sigurese, vegze, çdo shuje, që mas votimit të komisionit për verifikimin e mandateve, me u evidentu në proces verbal çka do që ju keni konsideru që mundeni me përdor për me rëzu qeverin, apo? Jo me rëzu qeverin. Ose me hek për ekzekutivit, me që nuk është e lishme, pse nuk me përdorni e para, dhe e dyta, ajo është shumë e logjikshme që ata kanë me tentu pafundësisht me ju thonë që na jemi legjitim dhe duhet me qeveris. Ju duni me përdor mjetët që i kine në dorë. Pra, ju e dini që vetëvendosja nuk e kontrollon gjykatën kushtetuese, ose ashtu pak të besohet, as gjykata dhe konfrontime, do më thonë, krejt qëto vegza dhe siguresa, që ka duhet me bërë. Që ka ndodhë sot? Për sot jenë suspendu 3 policët Kosovës. A di pse jenë suspendu?
se në Skanderaj, pra është gjujt eskorta kryeministit me vezë, edhe me demek, këta s'kanë reagu që është duhet. Albin Kurti, sa ka qenë në opozit, i shkoj këtë Gjavit Halitit e gjujke me shishe, kërkush nuk u suspendoj ka nej. Pra tash që suspendu njerëz, pse dikush e pas ka gjujt eskortën e kryeministit me vezë, a këtu vetëvendosja e ka gjujt me vezë krejt qeverin e Kosovës, asu dënu. Ato nuk konsiderohen aktet dënshme. A besë të përgjina të diplomin... Veç këto konsiderohen, ato me në sekonda e Albinit konsiderohen. Ato që i ka bo Albini, ato së konsiderohen. Pse opozita si bronë sot ata policë, do më thonë, policë jenë suspendu për diçka që vetëvendosja ka bo dhe i ketë kundërshtarëve të ti. Kjo ka interpretuar që ka ma qef ligjë. AK-ja ka që rastin gjykot fshetusës, kena nevoj me që dyherë nëse ka që një parti, LDK-ja ka bo kallëzime penale për krejtë Severin, edhe na jemi në qëtë pozicion që jemi. Do thonë, këto veprimet juridike në bo. Nuk ka mejt asë një veprim juridik që su bo. Nëse lenë me, u përmenë s'paku 2 here Zolla, do thotë aludimi që lëvizja vetëvendosje RPG, thojnë, po ndesh Zollën e përmenë 2 here. RPG është anglisht, nuk i thojnë Zolla, jo vjen për sërbisht, Zolla. Zolla e tha, edhe zoti Gruda, edhe zoti Hoxha e thanë Zolla, edhe ki në gjizimin. E tash. Na granat për të që me përdorim se një personalisht po kuptojmë çfarë. Po na deri tash tham që s'pi besojmë gjykatës speciale. Kështu që e tham teton. E tash, a i besojmë gjykatave të Kosovës? Për shka? Për gjithë shka. A i besojmë ajo? Ti përmënën që s'ka lidhje mes vetëvendosjes e Zollës, apo? Po jo që s'ka lidhje, po kia gjykimin e plot fuqishëm lirus. Edhe kia të prokurorin, i cili pak dit para pensionit, ka deklaru, ka të shkrume, që thot, na i arrestum do tjerë, e këta do tjerë nuk na dulen vetëvendosjes. To na i arrestum këta të vetëvendosjes. Shtu e ki të shkrume, shtu e ka thonë qaj prokurori i cili është Pelzian. Tash,